Të nderuar dëgjues të programit Mirëmëngjes Shkodër. Ashtu siç edhe më herët unë anonçova në valët e radios. Në studio kam kënaqësinë të jem me dy ish bashkënxënëset kur unë kam qenë në shkollën artistike Prenjakova, por mikeshat e mia sot në studio kanë ardhur me një motiv shumë të bukur, jo thjesht nostalgjik, por të një kujtimi të hershëm që ka hedhur themele në jetën e tyre. Bëhet fjala për studimin në shkollën artistike Prenjakova. Ata vetëm para pak ditësh kanë festuar 40 vjetorin e maturës. Siç më herët unë anonçova dhe në programin e radios, të ftuar sot pranë mikrofonit të Mirëmëngjes Shkodër kam zonjat Violeta Paçrami Puka dhe Mimoza Rama Rakaj. Po I jap me dy mbiemra sepse natyrisht jeta ka evoluar dhe këto dy vajza të shkollës së atëhershme të muzikës janë zonja, kanë krijuar familjet e tyre, natyrisht një jetë që ka shumë çka për të folur. Gjithsesi, si fillim mirëmëngjes dhe mirë se erdhët në studion tonë. Faleminderit për festën. Mirëmëngjes, punë të mirë juve. Pak nostalgji natyrisht, jo vetëm tek tema që ne sot kemi zgjedhur të diskutojmë, por edhe tek zërat tuaj, të cilët si gjithmonë, meqense jeni zonja aktive në punë, janë gjithmonë të freskët, qoftë në deputimet tuaja në skenë apo në pjesëmarrje të aktiviteteve të ndryshme. Keni kaluar një përvjetor të bukur apo jo? Shumë bukur. Natyrisht të kthehesh prapa në vite përmbledh shumë ndjenja. Si e kaluat festën? Më bukur se sa e parashikuame. Emocionet e momentit nuk ka të përshkruame. Pak edhe më humor po të them, a jeti Mustafa, a jeti Ramazani, mas 40 vjetëve ndryshoj njerëzit plaken. Kena kënë shkolla muzikës, kam mbrojt veriun e Shqipërisë, nuk kena kënë vetëm Shkodran. Kena kënë talur nga Lezhë, nga Burreli, nga Kusi, nga Tropoja, nga Puka, nga Bajza. Gjithë të rrethina që ka përmledh, gjithë të qytete që ka përmledh veriu. Kështu që ardhja aty në ishte me pak veshërsi, me sakrificë, por me kaq mall sa që në momentin që u shputme se unë isha ideatorja e taktit në Madhedis, por me kishte marrë madhe, sikur harrume, gjitha ajo nostalgji, gjitha ajo punë, gjitha ato figura mësuese është të mrekullueshëm. Kishte një dhimbje ose afrimi moshës si fije deri pensionit, sikur na rinoi fije. Viola, unë nuk dua të bëj kompliment, por me fuqinë e vrullin që ju keni në punë, nuk duhet të përmendem dakor, po ne kishim një kërkesë domosdoshme, saqë kur u larguam Viola, jo mas 40 vjetëve, mas 6 muajve do të larna prapë. Po, është vërtetë, sidomos të përrjethinave. Kanë ardhur nga Italia, kanë ardhur nga Greqia, Rosella, e violiniste shumë e mirë. Edhe si tha, Viola, jam rinu 10 vjetë. Me kaq nostalgji, me kaq bukuri e priti këtë ritakim mas 20 vjetëve. Po, Moza? Në fakt, me thënë të drejtën, ishte ideja e Violës. Jo se unë apo dhe të tjerët besoj, ideja e Violës edhe e Benjo Banit. Edhe Benin e përshëndetje. Nuk ishte mundësi për të ardhur. Dhe unë në fakt, që kur Viola e shprehi këtë mendim, jo se nuk e mendojshë unë, apo ndoshta edhe të tjerët, gjithë tjerët, që ne pse nuk bëjmë një ritakim ose një siç ndodh në fakt edhe kemi pa. Në fakt jo kaq shumë sa kemi lënë ne, po gjithsesi dhe gjithkohën pastaj duke pyet Violën se ku ke ec, sa të lembru, kush do vi, pse s'do të vinë, etj, pra ishin, sepse ishte dëshira që gjithë të ritakoheshin, pavarësisht se janë në skaj të ndryshme të botës dhe mundësia atyre në fakt. Dhe u bë klasa përsëri apo kishte mungesa të arsyeshme? Kishte mungesa të arsyeshme, se janë në Amerikë, janë në Angli, janë në Gjermani, janë në Spanjë, janë në Zvicër, janë në Itali, edhe për arsye punë vetëm,
por mundësinë e ardhshme kanë thënë, momentin e parë që të vim në Shqipëri, do të takuna përse është një ide shumë e bukur. Shumë bukur. Madje në qoftë se dikush na ndjek dhe mund na jap një sinjal, ne jemi edhe në rrjetin social Facebook dhe ndoshta miq tan 40 vjeçar maturant në këto momente mund të na japin edhe një sinjal këtu në studio. Mirë, ishte ngazulluese takimi. Gjithsesi, si ishte përballja me vitet? Unë besoj se tek ju të dyja është sfiduese. Çfarë ngjau në të vërtetë? Sepse shoqërohet me humor, shoqërohet me mbresa, ndonjëherë dhe me ndonjë lot që shket për të treguar. Patjetër që lot kanë shkitur shumë aty, edhe në takim, Për çfarë filme? edhe në ndarje. Si motra, si vëllezër, nuk duket një mrekullie, nuk ka ki për ta provu merita, ki për ta provu se ti një vjet më vogël se na je. Por është një emocion që jo laj kena, edhe kena thënë për çdo vjet do të mlidhena. Biles një shoqe jona në Amerikë, pas atë vjet do të vjone, do të sponsorizojë vetëm zgjani lokali. Për shqyqyr që u bë me 60 vjeç, ai na gjithë gjallë, shnash e mirë. Se nuk e gjallë vogël edhe kjo. Absolutisht po. Pra ishte diçka që kur i thash Violës, do të thonë diskutuam me Violën që të jetë ajo që do të lajmëroj Viola me gjithë Benin, etj, edhe Andrea Marko, nuk dosha me pyet absolutisht se kush po vjen, sepse dosha me Alana asaj dite. Që të takoheshin dhe t'ishte tamam surpriza deri në fund. Kishte ndonjë surprizë në përballje? Apo të gjithë ishin ashtu siç plus minus 40 vjet më pas? Një surprizë të vogël e banë me mua këto, pas Andrea me Benin që ndimunen për këto organizim, për këto adresa e tjera. Edhe ata taksa, do të thonë mbete 2 minuta, mbete tens. Mirë po, të shqitu bëm nga trunen. Kësh Hamdia, kësh Ramazan, kësh unë të i pa. Kështu. Jamë, nuk është Hamdia, këse Hamdia. Sepse ka Hamdia shumë i shkurt. Ramazan Hamdia ka keni shkurtë si bëjqile, kështu. Dhe me thanë, fillumi nga trunje një tjetë të baloj. Dhe me thanë që kësa që ato, gjithmonë ato të ardhën. Pranohet. Kë ishte e surpriza takimit, mos ne normal emocioni. Aty se kur emocioni edhe nuk mund të flasësh vetë rrimerisht, rrëditën për shikoshim një tjetrin kështu. Me një mirësi, me një pozitivitet. Megjithatë, Shikoj Amerika. Gjëja më e bukur, po të them, e këtij aktiviteti ishte përshtypja maksimale në një tjetrit, me një pozitivitet, domethënë me një psikologji 90 vjeçare, të sinqertë, të bardhë, të pastër, me një vit mrekullueshëm, se po ditën në matura 4 e shkollës muzikës me Pek Jakova, me danzanca të mrekullueshëm prej kudo që kanë. Unë mendoj që më pas kështu që ishte një pozitivitet, edhe rishim që kjo është një tjetër me një psikologji. Pa asnjë kështu dujtje jam. Unë mendoj se do t'i kthehemi kësaj pike të diskutimit, por siç thamë, piknisja është formimi në shkollën artistike të muzikës. Sepse ashtu është quajtur atëherë shkolla e mesme e muzikës. Çfarë ju ka dhënë ky emër? Si mendoni këtë bazë si piknisje? Sepse të kesh një adresë të tillë, shkolla e mesme e muzikës, nuk është tak, apo jo. Është një formim që nis që herët, që mbruhet vit pas viti, që gatuhet si ai brumi e që vjen në ardhjen e tij më të mirë për të gatuar atë bukën e mrekullueshme që na shijon më pas në vite. Më duket se ju kam prekur paksa në emocion, apo jo, por shumë thellë, domethënë ato vite, sepse ne, domethënë unë Viola në fakt ka filluar që në klasën e parë dhe të vazhdojnë vetë dhe trajton, domethënë atë stadiet e shkollimit, po në vitin e parë të shkollës së mesme, edhe po flas në radhë parë për profesorin Ferit Bala, i cili që në ditën e parë, që në mësimet e para, ka fillu të nga trajtoj si me kenë mitë vetë, vajzat e veta. Edhe thote, vazhdimisht një fjalë, unë vajza nuk kam, po vajzat e mia jeni nxënëset e mia. Edhe ne përpos respektit jashtëzakonshëm edhe kulturës që na ofronin profesor Feriti dhe indjeri Nino Saraçi, pra profesor koncert maestro që ju shoqëronte, të dy, pra përfitonim shumë nga ana teknike vokale nga profesor Feriti, nga kultura
përfitonim shumë nga ana muzikale e trajtimit e tjerë, plus që plotësonte jashtëzakonisht mirë edhe profesor Nino Saraçi. Dhe shkonim edhe sepse ishte vështirësia jonë fillimi mësimit notave e tjerë, apo edhe mësimit të teknikës vokale, hapat e parë, që dihet që është abstrakte çdo gjë, dhe me kulturën dhe me mënyrën pedagogjike të këtyre dy profesorëve, Palanian edhe profesorët pastaj tjerë të formimit artistik, të solfezhit, profesor Rokjako, një mësues i jashtëzakonshëm, po ashtu edhe profesorët e tjerë, dhe dy nga ato në fakt kishim aty zysh Elsa që na dirigentja Elsa Kola që zhvillovte lëndën e edukimit koral, pra dirigjimit koral, po ashtu dhe zysh Irena që asistonte atë ditë aty, e cila ishte në atë kohë në drejtoresha e shkollës artistike, po ashtu janë edhe një radhë e madhe mësuesash të mrekullueshëm, pra zysh Adelina Misko, Grimci, ka profesor Tonin Zadeja i mrekullueshëm, janë profesor Mustafa Bylo, Ridvan Karakaçi, profesor i historisë muzikës, më radhë që viola përsëri. E më pas të kulturës së përgjithshme që kanë qenë shumë afër të gjithë mësuesve të tjerë, po viol. Unë kam emocione të tjera me modën, s'u kam filluar që 7 vjeçë. Po. Normal, e di se ka herë thënë bab faleminderit që ke regjistruar në shkollë. Një shkollë me një kolektiv mësuesash me standard kulturët të madhe. Kam filluar me Irina Banushi, piano. Po. Motra e Tano Banushi. Ajo Martuiko në Elbasan. Kam filluar me Kristina Kukli, në të vjeçare, Zysh Kristina. Pastaj erdhi mësuese Irena Kolumbi nga Tirana, edhe vazhdova me atë e mbylla me maturën. Gjithmonë në instrumentin e pianos, pianofortës. Por shkolla e muzikës ka pas një traditë shumë të bukur tjetër, në çdo koncerte, në konkurse markontare, kena pas një koro të mrekullueshëm. Kena shkuar klas 2 kam shkuar në Përtan Shqipni, në Tiranë të konkurruar etj. Ka qenë një jetë gjallë, saqë ne na shkote gjithë dita në shkollë, sidomos në instrumentin e pianos, sepse priçim oraret e studimit të peshin, saqë më falë se po hin gjëna, ka herë mu dukte ma afër mësuesja pianos se mama jeme, se rrisha pak në mamën teme mas dite, edhe ajo të mësimet e deshto. Kështu që kena kanë shumë të lidhën, është vetë lloji i shkollës që ka paradite mas dite, po të se gjithë aktivitetet, çdo date, çdo konkurse të tjera që kena kanë të lidhuna, pavarësisht nga klasa kena kanë me grup mosha të ndryshme, atë kena kanë si një familje tepër e madhe. Pastaj, për drejtora, ka kanë Gjenshlaku shumë i mirë. Ka kanë Robert Prenushi, Ndot Shlaku. Ka kanë Robert Prenushi, edhe shumë përpara. Edhe shumë i rrep. Saqë në shkollë, në anën klasë ditën tha, nuk ta duroj ta këtë notë, hequ nga shkolla. Pastaj diku në shkollë muzikës a kanë pak vështirë me hi, po natyrisht konkurse të fuqishme që je vetëm për atë punë. Prandaj ajo kohë ka dhënë të mrekullueshëm. Të mrekullueshëm ka dhënë atë kohë. Domethënë edhe rrugë nuk do me minimizu sot, atëherë edhe ka qenë shkolla më model, shkolla më preferuar në Shkodër. Edhe mësne të merresh me muzikë në atë kohë ka qenë një privilegj, pavarësisht se sot nuk është një janë sulë në dek tjera rryma tjera, domethënë për kohën tonë na kena qenë paria e qytetit. Përsa i përket nxansave, kena qenë kam pas mësne drejtor tjetër Baria Xhami, një burr me shumë personalitet, që në fatkeqësitë e mire mua më ka dalë zot. Mësues kujtestar Bashkim Haxhin, një super model për klasën tonë, në klasë për gjëra tjetër. Zejt Puke, edhe mos e kena pas mësuesat e Qem Kruja, Skënder Drini, mësues matematikë Zejt Puka, mësues historisë, letërsisë, psikologji na ka dhënë Baria, kanë përcuar njëri tjetrin. Por ne nuk kena pas vetëm një mësues. Kena pas Ridvan Karakaçin, kena pas Tonin Zadein, baba i jon, babushi jon i thoshit. Po, dhe zhulli Tonin Daia. Tonin Dain, unë nuk e kam rrit. Unë kam Gjavitu Ikanin. Harmoni. Ferit Masane. Unë nuk kam dallu vetin se jam vetëm piano. Kisha orë pushimit për Sor Ferit. A mund të hin kanto me një gjuhë? Në lete. E kisha mësues së pas.
Duke pyet që Violën atë shoqë pse ti s'ke kena kanë gjivën, se s'ja për kanë, po s'u isha më vazhdu të dyja bashkë. Mos e më thotë mësuesja piano, zonën e kene vedi. Kulturoj edhe ushtrojë një instrument se zani kur do mundesh me këtu. Jo, ajo që ju përmendim është ravizimi një atmosfere të jashtëzakonshme. Një atmosferë e zakonshme në shkollë. Një atmosferë jashtëzakonshme që nuk mbaron që nga mëngjesi deri në orën 7 apo 8 të mbrëmjes. Pse? Sepse përveç orëve të kulturës së përgjithshme, orëve të muzikës gjatë deri në mesditë, deri në orën pas orës 1, fillonte maraton studimi dhe ky studim me orare të caktuara. Dhe ky studim aq sa rigoroz kishte edhe atë cilësinë e të këmbimit të një socializimi mes njëri tjetrit. Një miqësie që nuk dhe veti. Po, fali, thoshet ndonjëherë unë violës apo edhe ndonjë nxënësi tjetër të pianos, apo më liran pak pianon. Po, se kam kontroll teknik ose diçka sepse unë kisha pianon sekondare, kuptoj, dhe kanë, po edhe unë thotë kam kontroll teknik, mos më më shumë se kaq që po më thu, për shembull 10 minuta, edhe u çonte viola, edhe fiks natyral përsëri kjo ulte, sepse kishte oraret e veta të diçka tjetër. Kur ishim të shkova në mjediset e shkollës, shumë bukur. Po ka shumë piano ishin sa sa rritemi në numër. Ne kena pas 3-4 piano, e kena baurarin, 1 den, 3 den, 4 kështu. Ku shka privilegjit ose me një të vujtje në një shukinar, i në që nadën 5 nadës, me shku në 6 në shkollë, me studiu den 7 e gjys. Kena pas sakrificat maja, po me një dashuri, e me një respekt me një tjetit, me një dorë shumë të not nga gjithë ata mësuesa. Veç ka qenë më e bukur, ishte kjo se nuk ishe vetëm brenda klasës tënde. Miq dhe shok kishe edhe 3-4 vjet më larg, edhe të gjithë vegjëlej. Një ta keken edhe vetë. Studioshin bashkë, studionin bashkë, janë vite të mrekullueshme. Vite të mrekullueshme. Tani po shoh edhe ty emocion, e shef me të njëjtën nostalgji. Absolutisht ka diçka shumë të bukur dhe ndoshta meqense ju jeni kryefjala e kësaj bisede, unë dëshiroj thjesht të marr nga një çik emocion prej jush, sepse ato janë të përbashkëta jo vetëm për mua, por për të gjithë brezat e nxënësve të shkollës së muzikës që kanë mbaruar, sepse ne të gjithë njihemi me njëri tjetrin. Të paktën në një kemi studiuar. Pavarësisht se si jena e klasë. Ka kem profili shkollës si ti. Megjithatë emocionet kanë që po, moza. Jo, në fakt, edhe një detaj se ndoshta kam më kanë pyetja, unë po paraprit nuk e di. Unë pasi mbarova shkollën, arsimin e lartë për kanto, përse ju riktheva në atë shkollë. Sa bukur. E brezit, pra. Pra, nuk u shkpute nga familja shkolla e muzikës. Edhe përsëri gjeta profesor Feritin aty, gjeta shumë nga profesorat, të cilët vazhdonin rrugën e tyre pedagogjike. Diçka e mrekullueshme, sepse kjo bisedë unë shpresoj të mos ketë thjesht nostalgji, po të ketë atë temp që merr nga kjo piknisje e mirë, siç është shkolla e muzikës, për të mbërritur në stade të tjera të jetës. Sepse kjo është një piknisje, megjithatë ju keni patur nxënës titullar, që janë të njohur jo vetëm që kanë bërë emër jo vetëm në Shkodër, por në Shqipëri, por edhe jashtë. Po fund do të thonë që Viol klasa jonë tash kanë kënë të gjithë talentuar në instrumentin e vetë në fushën e vetë. Po ka të Vrsela Shuli, shumë i mirë violiniste. Julia Klipaj, shumë i mirë violiniste. Në Angli, në Londër. Julia Klipaj është në Spaj. Ka qenë pedagog te shkolla e vetë, ka qenë pedagog për dalite mësne. Emigracioni i ku mësne. Kena pas Andrea Markon, që është sot pedagog në aty. Kena pas klasa jonë ka pas hini me një risi të re klasa jonë në klasën e 9. U hap për herë të parë klasa e parë e pikturës. Edhe kena pas Gjenile Kadillari, Arben Qunin, Mikel Gurashin, Arben Bregon, Bepin Kapten, edhe Bepin Gjuraj. Ai pat një aksident kur që ushtar.
dhe nuk jeton më I vetmi. Shumë I talentuar. Domethënë përveç asaj ne kishim, domethënë në fushët që për shkollën e muzikës ishte risi, pak me fat nisi shkollë si klasë. Ishte 5 japon. 2-3 janë titullar në pikturë në qytetin tonë. Masnej, të dika kantos. Po fillojmë me këtë shoqen të që I kam më të afër, Mozarama. Mozarama. Me konservator të marrun, pedagogë shumë e mirë, pedagogë universitet, pedagogë dhe jashtë Shqipënisë, Malzi, me një karrierë saj normal mbrana këty në kushteve jashtëzakonshme, që afron qyteti jonë. Dhe gjithmonë aktive në skenë. Por aktive dhe si mësuese. Kapi më Faret Laze, sa dolin nga shkolla, shkëlqej me atë veçorinë e saj karakteristike të Tim Brizanit, ishte një risi e re për gjithë Shqipërinë, edhe sot na nderon gjithkund, dhe është aktive prap, kënon e ftuar gjithkund. Me Faret të përshëndesim kudo që të jesh. Përveç që e kena pas një kantore shumë e mirë, ka një shoqe shumë e mirë, një shoqe lozonjare. Mund të kemi ma lozonjare në gjithë ne, ma çapkënja, ma djali. Pa Margarita. Një detaj, në fare se këtë shumë kujtove, ishte studimi mas dite shkollë muzikë, sa herë, me Faret ja mund të përmendet edhe kjo, besoj, se është detaj, shumë I bukur. Vite me bicikletë, kishte bicikletën me hekër, merrte mu të shtëpia, hypte mbrapa në bicikletë dhe shkoshim studim bashkë të dyja për të studiuar. E përse ju ktheheshit të dyja së bashku. Pra, diçka entuziaste, por dhe shumë serioze. Shumë e mirë. Prap kena pas një këntar, një muzikë sopran shumë të një Lela Qato, shumë e mirë nga Lejzha, nga Shëngjini, sopran dramatike jashtëzakonisht e mirë shumë. Mos ne him në vegla tjera të fryms, anë të kashin shoku jemi banks, një shok nostalgjik jemi, anë në qose në një gjë me herë të përshëndes me zemër edhe me mend bardh. Një djali bardh në drejtimet. Shumë I talentuar. Kena pas Mund Zhulalin, që sot është një nga kompozitorët më të mirë të muzikës sonë. Ka një karrierë dhe vazhdon prapë akoma të bëjnë karrierë. Këngët e tij ai bjen në festival, sun kam fatin me të një në mësueset e korit të festivalit. Unë e di që Studio e Radios ka shumë ilustrime, por për efekt autorësisë, drejtës autorit, më falni teknika, por duhet ta heqi muzikën në këtë momente. Po, vazhdojmë. Monxholari pra, edhe shumë aktiv, kam një 25 vjeç që mësoj korin, një në mësuese që mësoj korin e shtëpisë pionierit të festivalit kombëtar, është shumë aktiv edhe me këngë të fëmijëve përveç këngëve të rrituna. Një djalë jashtëzakonisht I Monxholari. Dhe unë kam një historik të Monxholarit, që se mundem me ta diftu. Po, natyrisht. Profesori Zejt Puka na bën një ushtrim e gjebre në atë kohë. Edhe rje përfundimin. Profesori thotë ka mund ta zgjidhni nësh. Si nësh? Po nësh. Po çoj herë. Edhe e banaj. Dhe përfundimin si profesori. Thotë më fal mundi. Jo po mundi kishte një kështu prej trombës, kishte pak alergji buzë, e shite gjithmonë kështu alergjik të buzë. Edhe thotë mundi, atë japi këshill. Unë profesor. Pse si shkon për matematikë? Çfarë do tromba? Profesor, jena një 7 në shtëpi, matematikë, unë pa në shajtije. Edhe kam ju shumë mirë, sepse tishe kënë matematicien nuk tishe ka që I famshëm, se muzika ka I këtë, u të bënë famshëm fort, edhe kështu. Edhe shumë I famshëm, me shumë karrierë, edhe një djalë jashtëzakonisht pozitiv I mirë. Lumë shtëpia që e ka. Mësa ne për menaxherin e Kadillaj që e me mosh edhe jam ja është diçka e bukur. Sa që mama saj thotë unë kam një vajzë tretë për mu ditë nata ashtu. Edhe për gjeni në momentin që kalova në periudhën e shkollës mese, ato mashin afër shumë, një vajzë shumë e talentuar, Gjenita Jakupi, Kadillaj nga I shoqi. Unë e njeh për Jakupi. Ku më gjeni fal. Edhe përshëndesim. Ka qenë ftuara ime para pak. Mos ne po flasim për këto jo shkodrancë, me thënë. Të ardhur nga rrethë. Ishte për shembull mundi nga Kusi. Ti shikosh të gjithë nga peshkopia. Të shikosh kur pyetëm gjithë të arritur një jetë, mësuesa shumë të mirë, mësuesa shumë devotshëm,
nga Lezhë, nga Rësheni, nga Burreli, nga Puka, nga Tropoja. Kena edhe një vajzë që sot është kantare njohur nga vajza, Violeta Deda. Violeta Deda. Në këtë vrull kujtimesh, unë po I drejtohem komenteve në Facebook në këto momente, sepse është pikërisht Myfareti që po ndërhyn dhe ju bën një kompliment të mirat e mia, thot në fillim, më pastaj thot po ju ndjek, ka dalë se u skuqa. Dhe më pas Myfareti vazhdon duke na sjell atë atmosferën e atëhershme. Vajza, a kena studim? Merita sta lëshon pianon. Hajde moza se na thret profesor Feriti. Diçka shumë e bukur, ndërkohë që Valbona Rama thot shumë bukur Viola, për zysh Violën ka dhe një përshëndetje nga Casey Rustja, e më pas mund të vazhdojmë dhe me emra të tjerë që na përshëndesin dhe komentojnë. Ju përshëndes gjithë që po na njehni. Casey Thongsha zemre. Është një ndër vajzat shumë të talentuar që ka pas Kori. E pra. Do të thënë që klasa jon, edhe ato nga rrethina, me çifteli, me mënyrën e vet, me veglat e veta, kanë bërë anën në çdo qytet. Do të thënë, ai brez me ata mësuesa të përkushtuar, të talentuar, edhe nuk kanë njoftë regres, po vetëm progres në punën e tyre. Pavarësisht se si ka vjeta. Është diçka e bukur sepse kjo piknisje të jep rrugtimin në rrugët e jetës më pas. Unë e di që ne pak më herët folëm diçka për Mozën, e cila është një këngëtare, një pedagoge, një grua, një nënë, një qytetare aktive. Moza çfarë ndjen me këtë aktivitet që ka pulsuar pikërisht tek shkolla e muzikës, sepse aty ka marrë burimin, apo jo? Edhe pastaj mësuam më përpara që vitet e shkollës kanë 4 vitet pra të maturës kanë ndiku jashtëzakonisht jo vetëm të onë për të gjithë ne për formimin ton artistik edhe qytetar. Pastaj edhe vazhdimësia e viteve të shkollës, po gjithmonë kthenim kokën dhe edhe në Tiranë pra me pedagog, edhe ishte fati se atje kishte shumë pedagog shkodran, edhe gjithmonë pra kthenim kokën dhe përmendim gjatë gjithkohës, edhe vetë pedagogët atje na do të thonë I ti nxënësja e profesor Feritit për shembull, ti do të thonë me një lloj konsiderate tjetër edhe atje. Ndërkohë që ti je pedagoge e muzikës në universitet, ka disa vite që kam kaluar në universitetin e Shkodrës Luigi Gorakuqi dhe jap lëndën e formimit të përgjithshëm fakt muzikor për ciklin e ulët dhe për ciklin pra shkollor. Por nuk e lë skenën, sepse je interpretuese në mjaft nga veprimtaritë. Apo jo? Në gjitha veprimtaritë e qytetit tonë. Jam përpjek, domethënë, sepse edhe gjithsesi është sikur ti bish edhe një soi shkelme, po them po, një soi shtytje aty gjithë atyre viteve që ke investuar dhe që në fakt relativisht jam ndier mirë. Po, ndërsa Viola ka një ecuri tjetër, por unë do të ndalem pikërisht në vitet e fundit. Ndoshta e ndjek pak më afër sepse punon në një shkollë afër shtëpisë sime, por lidhet edhe me interesat e mia për fëmijët në qendrën kulturore të fëmijëve. Është një ndër trajneret e suksesshme të vokalit, formacioneve vokalit, edhe këndon shumë bukur. Po Viola, çfarë kanë dhënë këto vite? Këto vite të vrullshme, të bukura, që kulmojnë edhe me përshëndetje që të bëjnë miqtë tuaj, njerëzit që të njohin. Moza nuk ka Facebook sepse në këtë momente gjithë studentët mbase do të dërgonin përshëndetje. Nuk kam mend me diftu një historik. Pata një problem të vogël në shkollën e mesme, politikë si gjithë tjerët, edhe nuk më dha e drejta. Por aty ku kam kënë të punu, se më hoqe në asë një më qunë normale në Zukëve, kam kriju korin e vajzave, 70 vajza, korin e Zukëve që më me shpinë parë, edhe aty pra s'kam nejtë. Falenderoj Vjosa Pashaj, një detoresh që më lente non-stop në dispozicion për provat, me kriju një kori shumë bukur. Dhe me thanë, edhe ato vite që kam kënë atje, kam kënu solo, kam kriju grupe vajzësh, kena ba një ensemble bukur me 3.000 punëtorë atje,
dhe me thënë, edhe kur kam kënë punëtore, Ke kënduar edhe në skenën e teatrit. Nuk e kam lanë aktivitetin muzikor, është ngën, kur rritesh qysh 7 vjeçën e te nuk ka si ik muzika nga trupi, rritesh me muzikën me timujt. Edhe kur liberalizu kjo punë kam knu në teatr, për gjithçka me vonesë, moshta bën punën e vet. Noshta dhe jo mirë, noshta dhe jo bukur, noshta jo në kërkesë zërit e kohës, se ndrojnë edhe stilet, ndrojnë edhe modë. Megjithatë je një mentore e jashtëzakonshme në qendrën kulturore. Për solistike, ashtu, ja kam kënë me vonesë, edhe koha evolon, stilet evolon, ndryshojnë punë. Por nërsa për mësuse e bëj me kaq pasioncë sa që i them aja muna ja. Nuk njaf non-stop pitch, nuk e njaf non-stopi. Ose du me rikoperu ato energji që i kam pas tjetën e i fije për da vite, njën shtutësh këto dhe do të lajat bërsh të zbanë. Kështu që i punej një shkollë me fëmijë me asit kufizume, jam mundu me ato fëmijë shumë. Ka ba dhe koncerte. Sa që koncerte, ta në me ato fëmijë, sa që harroj se janë fëmijë, kështu me fëmijë, i tajtë si fëmijë normal. I kam, dhe me thanë, i kam hek i lartë mureve të shkollës, i kam integru në konkurset nëshme që i bën për këtë rast falenderoj Zotin Kujtim Alia për besimin që ma vanë për kori një, edhe e dyta, edhe për dyrë të hapuna me fëmijëve anë pikap, nga fëmijëve me aftësit kufizume, të falni shpejnë anë pikap, me fëmijëve me aftësit kufizume, kam konkuru në bibliat e vegjër, kam fitu dhe çmimet të para 2 vjetë. Edhe në koha funit Mariana Bekun, që vete edhe Gjenjun e Shkodrës, ka dalë nga durt atë e ka falë Zoti, por dora edhe pedagogjia më të domës është domosdoshme. Edhe kështu që si mësuese jam pak e kompletuar me fëmijët. Natyrisht është një jetë e mbushur që nis që herët dhe secili nga ne e ka një histori. Edhe ato që po na ndjekin, tundin kokën dhe mbase kujtojnë gjëra të bukura të jetës, ata që kanë hedhur themelet dhe kanë ndërtuar muret e një jete që vazhdon për të ngritur një ngrehin të madhe, siç është ngrehina e shpirtit të mbushur me një aktivitet të plot. Secili nga ne e ka një rrugtim. Është e bukur që ne na bashkon një rrugtim i bukur artistik që nis në shkollën artistike për të vazhduar më pas në secilën histori jetës tonën. Ishte diçka mbreslënse do thoja, por ajo që më bën përshtypje është se shkolla e muzikës nuk është thjesht një nostalgji. Është një pikë referimi, një pikë ku ne shpesh kthejmë kokën edhe themi me krenari, kemi qenë dhe jemi përsëri nxënëse dhe mikët e afërta, po? Dhe në lidhje me këtë që thu, edhe përmend fakt fjala nostalgji, sepse ka vend shumë sot, unë jap lëndën edhe të edukimit koral në universitet. Dhe një ndër ditët që unë kam edukim koral, duke ju referuar edhe një temë të tillë që ka lidhje edhe me arsimin profesional, muzikor dhe atë bazë, pra, unë me gjithë nxënësit e mi që zgjedhin këtë lëndë, shkoj dhe bëj vizitë në gjithë ambientet e shkollës së mesme artistik, për çdo vit, sepse për çdo vit janë studentë atriku. Po, natyrisht. Dhe ato për një javë, nuk e di se sa kohë, ato diskutojnë ambientet, mënyrën e mësimdhënies atje, i tregoj klasën, pastaj edhe unë kur kam bërë mësim etj, dhe vinë me një qasje tjetër për muzikën. Sepse kjo është edhe ajo. Natyrisht është edhe mundësia që jep shkolla, drejtori, zoti Anton Kastalli, dhe gjithë telefonit dyrt erdhi vetë aty deri lajti. E falenderoj zotin Anton Kastalli për mikpritjen që na bani në estimatur. A mund të thësh diçka se emocionet e studios? Emocionet e studios janë ashtu sfari që po flasë, më falet. I herë përmenda korin e këtej do të përshëndes mësuesen e korit Adelina Miskun. Është dufart, një grup shumë pozitive, shumë punëtore. Unë personalisht. Edhe tunaj për ditë, me Ben Juvanin, harrova me përmend Ben Juvanin, shohim temat nushtë. Është tenor i kërkejt falon, përmenda klasën e kantos, edhe nuk e harru me Deni, një mësus shumë një gjenetu, një në mësusat e korit të fëmijëve markomtar festivalit djallë shumë aktiv,
me këngët me grupin, me ansamblin e popullor të qytetit, të qendrës kulturore të Shkodrës. Është shumë aktiv, një djalë i talentuar, punëtor pozitiv. Unë ndjej që kjo unë ndjej që kjo bisedë nuk mund të rrok të gjitha të mbështjellje të mirë që na ka bërë Shkolla Artistike Prendjakova, sepse ka emra mësuesish të mrekullueshëm që mbase nuk na kanë vënë direkt mësim, kanë vënë në klasa të tjera, por gjithsesi kemi numëruar mësuesit tan, Zysh Rukia, Zysh Qeska, Zyshilieta, Fatmi, Nexhi, Marita Voksani. Marita, nëse na ndjek, e përshëndesim. Natyrisht kemi edhe komente të tjera që në këtë momente vinë në studion ton, i përshëndesim dhe i falenderojmë të gjithë. Violeta Gashi, Oli Gashi, një kolege, një shoqe e mrekullueshme. Por Zyshërita Ranko, edhe ajo një kolege shumë e mirë që kena punu shumë vite bashkë. Ne kishim përmend shumë, por ne kemi marrë për shok të klasë tonë, edhe për mësuesa që na kanë dhënë mësim, se këto janë 40 vite që kanë nxjerrë shkolla, ka dhënë talenta, mësuesa denj, etj. Por Mirëmëngjes Shkodër ishte një stacion shumë i bukur, jo thjesht nostalgjik, por edhe krenaria për atë periudhë edhe për vazhdimsinë, për impulsit që dha kjo periudhë, edhe që vazhdon të jap, por gjithsesi secili e ndjen personalisht dhe ka emocione të veta. Unë Moza, në klasa jonë, në fakt unë mund të përshnes me shumë nostalgji dhe mall Merita Mujen, e kam pas jashtëzakonisht shumë, që edhe gjitha e kena pas, jashtëzakonisht e talentume, dhe Lul Rumia, një djalë çapkën. Apo dhe e mrekullueshja Lul, edhe Lila Qato, Puto, Qosenani Gjan, gjithë shokë, që si kena përmen, me Leze, me Qefsere, me Gjon Mataj, me Deden, me Ramazan Klosin, me Irfan Mitkun, Skënder Forrikun, janë gjithë ta që janë në për botë, Vitore Pepa, janë gjithë në për botë. Më vjen jashtëzakonisht mrekulli. Ajo mënyra juaj na bani pak që falenderoj se na bën me pak shumë më mish. E di pse? Se ka kanë shoqja jonë edhe kjo. Një në këta. Faleminderit shumë që erdhët dhe hapët këtë faqe të bukur. Në studion Mirëmëngjes Shkodër, sepse edhe njerëzit që ju njohin natyrisht besoj tundin kokën me admirim për këtë shkollë dhe për ju. Do t'ju falenderojmë. Do t'ju uroja në radhë të parë shëndet dhe jetë. E pastaj ecuri të mrekullueshme, ashtu siç keni pasur deri më tani në rrugën tuaj artistike, por edhe në këtë kulturë që është marrë në shkollën e mesme të muzikës, sot Shkolla Artistike Prendjakova, dhe që ka vijuar në vite. Ka rezonuar dhe vazhdon të rrezatoj kulturë, ndjesi të mrekullueshme, miqësie, tolerancë, bashkëpunimi, dashurie mes njerëzish. Faleminderit. Shumë falenderoj që na ftove dhe na. I përshëndesim gjithë. Edhe i kërkojmë falën e një që s'na kujtu, janë emocione studio të nejte. I urojmë gjithë dhe punë të marë edhe shnet. Faleminderit juve.